Big Brother VIP Albania, dhe me thonë, është sot për sot numri 1, dhe me thonë, i eksperiencës rinore. Ndaj, duhet të mbështesim si me SMS, si me shikime, si me klikime, si me mendime. Dhe me thonë, Big Brotherin që të mos mori rrudha nga eksperienca e tyre, dhe me thonë, në Top Channel. Duhet patur parasysh që Big Brotheri është e vetmja gjë negative që nuk ka seks më vlla. Një Big Brother pa seks është një Big Brother i ngordhur. Unë i kaftuar dhe me thonë Big Brotheri që të morë pjesë në muajin maj, 2 javë të fundit të muajit maj, dhe mendoj që do ta shëmbi këtë trend që po vazhdon. Do shkosh, do futesh? Po unë s'mund të ri 3 orë pa seks, ata po bëjnë 100 ditë pa seks, çfarë është kjo aventure e shëmtuar, çfarë është kjo, ato kalojnë orgazm vetëm duke fyer njëri tjetrin, duke u lurritur, duke bërë shantazhe, duke ofenduar e fyer, dhe me thonë. Po do pranosh të futesh Big Brother? Po unë duhet ta modernizoj Big Brotherin pasi sot për sot Big Brotheri është 0 me zhuf. Ndaj duhet patur pa seks nuk bëhet. Po Lajn Vasili më vlla 100 ditë aty dhe unë thash 3 orë s'pun të ri pa bë seks. Ata 100 ditë aty çfarë bëjnë më vlla, ato është diçka, domethënë, e papranueshme dhe diçka që nuk është e logjikshme më edhe ato. Unë se di se si arrin të justifikohen në këta gjatë kësaj. Jo, s'do pishuj se është reklamë. Jo, se kam mbuluar. Edhe tani duhet patur parasysh si Rozana Radi, do me thonë që është një pretendente kryesore për Big Brotherin, po ashtu edhe Gjesti nga Kosova, edhe ai është një kandidat. Darja është po ashtu një pretendente kryesore. Tani Laerti, si që dini, ishte në duel me Valbonën, do me thonë, edhe ai, do me thonë, është një pretendent, do me thonë, që s'duhet në vlesuar, dhe kështu që me hyrjen time, do me thonë, dhe në muajin maj, do bëj që ajo të ngushtohet, do me thonë, në mundësia e tyre për të fituar, pasi do jem një konkurrent i javë, do me thonë, që t'i vënë në vështërsi kandidatët kryesor që kanë zënë rrënjë aty dhe po myken. Dhe kështu që me këtë do krijoj lidhje aty Gazo. Po unë s'pari do bëja marrëdhënie seksuale me gjithë aty, qoftë me çunat, qoftë me gocat, me gjithë me thonë, dhe kështu që çdo gjë do ndryshonte nga e para, dhe unë Top Channel do i paguja 100.000 euro që çmimin ta jep të mua. Do e paguja tani, do me thonë. Po, t'jepi 100.000 euro, që t'japi 100.000 euro, jek, po, unë e di që se fitoj, po t'pak të morën 100.000 euro të mija, edhe t'ingelit Top Channelit 100.000 euro shi për numrin e ashtë. Po, për vitin tjetër, po, sakt, t'japi 200 vitin tjetër. Po, në që se ndryshon, do me thonë, skema, do me thonë, po unë, do me thonë, do e bëj pagesën, do me thonë, që t'jemi sigur, do me thonë, që e fitoj Big Brotherin, dhe kur t've bat, do me thonë, e fitoj. Këtë do silmoja të parin direkt? Po, Arbër, ose atë që... Opinionistin, pasi ai dhe me thonë vetëm merret dhe me thonë me opinione primitive. Gjë që sot vëlla duhet modernizu, edhe duhet ai moderatori dhe me thonë opinionisti është si trajneri, dhe me thonë që duhet i mësoj se si duhet veprejnë ata, pasi ata janë mbyllur si në kafaz, nuk kanë lidhje me jetën, me realitetin. Dhe kështu që opinionisti ka një rol kyç, do me thonë, dhe nuk po e bën rolin e tij ashtu si duhet. Dhe më erdhi keq, do me thonë, që shumë nga kandidatët aty që ishin janë eliminuar, dhe për shembull për Krisi Çavushin u kam votuar disa herë që ajo të mos dalë nga Big Brother, por gjë që nuk ndodhi. Po ashtu edhe për Gjibanin, edhe atë i bëra një mbështetje, dhe me thonë atë mirditorin. Të kujtohet që iku se babajin e kishte pasqef, dhe me thonë. Atë e nxorën kështu, po ishe për ti, ja futën atij. Po pse ja futën atij Gazo? Po
Se ishe i lezetshëm, Po, ishte se të ishte me raftat kosovare, po kur vje foni e provokëti edhe, kështu që s'kishte më edhe kjo nuk duhet ndodhe, që të rrihet një shqiptar me një kosovar. Po tani po të pronta, s'po e mbyllte, domethënë, gjë që nerva janë ato dhe lëshin, dhe kështu që. Po ky Lejerdi, si duket ky Lejerdi? Po, Erdh Vasili domethënë që ka qenë shumë kohë në Greqi, domethënë, dhe ka domethënë tipare greke, domethënë, në arsjetime, në mendim, domethënë, është një pretendent, domethënë, kryesor po Big Brotherin, dhe në qoftë se ai të ndodhet me Rozana Radin përballë në finale, mendoj që Rozana do ta fitojë me një ngushtisë tepër të vogël 49-51, domethënë. Pse pretendentët pra sipas teje janë Rozana dhe Lejerdi? Po gjesti? Gjesti do niset për Kosovë, pasi 17 shkurti ka përfunduar, domethënë, s'ka puna aty në Big Brother, ai kotër, domethënë. Që do thotë, ai domethënë edhe kosovar nuk e votojnë më Gjestin, jo më ne që duhet. Që do thotë ç'lidhje ka me 17 shkurti me pavarësinë e Kosovës. Po, domethënë të kishte një kosovar aty, domethënë, ke parasysh për atë vetarizëm për patriotizëm. Pse mendon se janë pretendent Rozana me Lajerdin? Po Rozana, si duket? Bën një analizë për Rozanën. Po Rozana domethënë është vajza e gazetares, domethënë Tefta Radi, asaj të revistës televizive që unë e kam ndjekur vazhdimisht revistën televizive, pasi kemi patur një televizor Iliria, ke parasysh nga ata Bardezi, dhe i shikonim në orën 8 lajmet, domethënë gjithë aty dhe. Po, rikthehemi te Rozana. Tefta Radi domethënë është vajza e saj, domethënë, dhe ka një kulturë domethënë si familjare. Është artiste, aktore, këngëtare. Po ashtu dhe personale, pavarësisht që opinionistët i thonë që i gënjeshtare apo ka fërkime qoftë me atë gocën, sepse ke parasysh i ka bërë një koment në rrjetet sociale kur ka qenë kjo me Gertën. Me Gertën kur ka qenë domethënë në Big Brother që do ta shtypja me makina, do ta bëja kështu domethënë, dhe ajo domethënë e ka një dhëmball kundër asaj domethënë, dhe tani përfiton nga rasti që ti kundërvyhet domethënë, pavarësisht të ndërhyrjeve të shumta domethënë që i bëhet qoftë nga vllai i madh apo nga të tjerët, domethënë për të sheshuar problemet e tyre personale dhe për t'u rikthyer lojës së Big Brotherit. Por sonte domethënë është numri i jashtëm i Big Brotherit dhe do shohim domethënë se çfarë pritet, çfarë surprizës ka sonte sipas teje? Surpriza ka vetëm debate, duele, gjëra domethënë Digitalbi përfiton nga gjithë kjo rëmuj mediatike. Më çaj jemi pse i bënë me reklamë, pse i bënë reklamë. Unë për vete paguaj Digitalbi, për ti e di që Digitalbi është numri 1 dhe Bovakia, ai do ta financoj Pisku dhe do ta blej Pisku dhe do të ketë blej do ca 2 milionë euro në Po pse vlen Pisku 2 milionë euro? E kam fjalën tani për tani një shumë modeste, domethënë se i bën domethënë. Ti ai që e vendos domethënë me avokatë, me notar se sa shitet Pisku, kështu që s'mund të ta. Gazo, je legjend, je Don Juani më i mirë për kretëve, unë të për sa fillove për këtë gjysore që fet më bu.